Në një kohë që tregtarëve u sekuestruhet duhani nga policia dhe Crown Agents, me qindra tonelata duhan kanë mbetur stok në fermat e shtëpitë e banorëve në fshatrat të ndryshëm, ku kultivohet prej shumë vitesh. Edhe pse jo është premtuar se qeveria do ta blejë duhanin e fermerëve të shumë fshatrave që njihen për një cilësi të mirë të prodhimit, një gjë e tillë nuk ka ndodhur në më shumë se 2 vite të qeverisë Rama Meta. Duhani nuk shitet prej afro 5 vitesh, duke krijuar një situatë të vështirë ekonomike në shumë prej këtyre zonave rurale, që pjesa më e madhe mjet jetese kanë vetëm duhanin. Fermerët pak kohë më parë janë shprehur për Star Plus se e gjithë kjo vjen për shkak se janë vetë deputetët apo qeveria që e ka monopol të saj tregtinë e importimit të cigareve nga vende të ndryshme, duke lënë të bllokuar duhanin vendas. Apeli i fermerëve para pak kohëve ishte që qeveria të zgjohet dhe të vijë ta blejë duhanin, sepse është edhe një mundësi shumë më e madhe punësimi dhe zhvillimi të qëndrueshëm. Zona si Posriba, Sheldia apo edhe disa fshatra në Malsinë e Madhe janë pjesë të cilat historikisht janë marrë me prodhimin e duhanit. Më parë ka ekzistuar edhe fabrika e cigareve e cila ka bërë përpunimin e duhanit e më pas tregtimin e tij. Me ardhjen e demokracisë, gjithçka ka ndryshuar dhe tashmë duhani vendas nuk prodhohet më duke preferuar cigaret e importuara me një çmim shumë të shtrenjtë. Për të mos mjaftuar, këto tregtar duhet të përballen edhe me aksione policore, në një kohë që qeveria nuk i ofron asgjë.